Fëmijët e Shqipërisë dhe Kosovës do të mësojnë për herë të parë me abetaren e përbashkët që është promovuar të enjtë në Prizren në një ceremoni ku ishin të pranishëm kryeministrat e dy vendeve. Duke e cilësuar abetaren si kryevepër të dijes, kryeministri Sali Berisha tha se ky libër mbart ëndrat, sakrificat dhe idealin e bashkimit të shqiptarëve. Berisha theksoi se abetarja dorëzohet pas 160 vite përpjekjesh mbinjerëzore për lirinë e shqiptarëve, pas ngatnimit mbi padrejtësi të mëdha. Abetarja nuk duhet harroni kur se ka jo vetëm ëndrën, por ka me qindra mira jetë të flijuara, që ju t'jeni të lirë, që ne t'jemi të lirë, që ne si komba të ku jemi, të ndërtojmë të ardhmen tonë, të ardhmen e shkëlqyrë që meritojmë, krenar me qëndresën tonë, të vendosur në të ardhmen tonë europiane, kom një shqiptar kur në historinë e tij nuk ka qenë më i bashkuar, më i sigurt në të ardhmen e tij që meriton. Nga Prizreni duhet të themi fëmijëve tanë, çlirojuni nga shqiptarofobia. Ajo është një mbeturinë e primitivizmit të trashëguar tuaj. Shqiptar janë një kombë që dinë të ruajnë dhe të mbajnë miqësira, por gabojnë në qoftë se vazhdoni të çfaqni shqiptarofobin tuaj me skena si ato të Prishevës, të cilat faktojnë se jeni akoma shumë prej jush në stade primitive. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e vlerësoi abetaren e përbashkët një moment historik dhe siç u shpreh ai, fal përpjekjeve shekullore shqiptarët do të kenë tashmë një gjuhë dhe një flamur. Kjo është fitore e kombit shqiptar. Është fitore e dy shteteve tona. Kjo është fitore për të gjithë shqiptarët. Këtë arritur mund ta bëjë vetëm një popull i lirë, i civilizuar dhe sovran. Abetarja që do të ofrohet dhe fëmijëve të shqiptarëve të diasporës ka si bashkautor dy gjuhëtarët nga Shqipëria, Shezai Rokaj, Mimoza Gjokutaj dhe dy të tjerë nga Kosova, Islam Krasniqi dhe Saranta Kumanova Pozhegu.